Situata e aborteve në vendin tonë mbetet shqetësuese edhe pse vitet e fundit kanë pësuar një rënje. Sipas Institutit të Statistikave, gjatë vitit 2024, raporti është 180 aborte të regjistruar për 1000 lindje. Akoma më shqetësuese mbeten shifrat e aborteve në grup moshën 15-19 vjeç, ku vajzat 18 vjeçare shënojnë numrin më të lartë të ndërprerjeve të shtatzanisë me rreth 170 aborte për 1000 lindje. Ginekologët, specialistë, po përdorin gjithmonë më tepër pilulat abortive, që është një opsion shumë më i mirë se sa ai që dikur quhej kryetazh ose pastrim. Një pjesë e aborteve për cilat ju flisni mund të jenë dhe aborte me shkak mjekësor. Pra nuk janë gjitha aborte të dëshirueshme, po themi. Mund të jenë aborte spontane, të cilat ndodhin në një çift, ka shumë çifte të reja sot që përjetojnë aborte spontane. Ernald Zeqa, mjek obstetër ginekolog, shprehet se vitet e fundit është rritur ndjeshëm ndërgjegjësimi mbi kryerjen e kontrolleve periodike, edukimin seksual dhe parandalimin e aborteve, duke ndikuar në uljen e shtatzanive të padëshiruara. Ajo që unë shikoj si një gjë shumë të mirë është rritja e ndërgjegjësimit, rritja e komunikimit në familje. Disa adoleshente të kësaj moshë, të kësaj grup moshë, po themi 18-20 vjeç, paraqiten bashkë me nënat e tyre. Bluzat e bardha kanë edhe një apel për të gjitha vajzat të cilat kryejnë aborte. Apeli ginekologëve është gjithmonë parandalime, domethënë pra mos arrim deri në këtë pikë, por nëse arrim te pika ku shtatzania ka ndodhur, atëherë të thjesht paraqiten sa më shpejt pranë mjeku ginekolog. Domethënë mos ta lënë me javë, me muaj, sepse pastaj gjërat bëhen shumë vështira. Sipas OBSH, 6 nga 10 shtatzani të padëshiruara përfundojnë me abort të induktuar. Rreth 45% e aborteve janë të pasigurta.